Përshëndetje për krejt juve që përna shikone. Sot jemi këtu me Milaim Zeke në një intervist ekskluzive. Milaim Imroma. Që të kemi këtu. Keni paralajmëru përgjimet e ish krye prokurorit Jack Smith dhe të Nazim Bllocës. A na trego pak ma gjërësisht për çka është fjala sakt? Po, në para një 5-6 mujve dikun, kam bo publikimin për cilat besoj dë flasim ma vonë bisedave telefonike në mes kryeprokurorit Allan Tiger, që është aktualisht në procesin gjyqësor në Hagë, kundër Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. I kam pas paralajmëru edhe këto përgjime, do më thonë, mes Jack Smithit edhe Nazim Bllocës. Është shumë interesant për të pa se çfarë presioni kanë ushtru prokurorët e Hagës në raport me qytetarët e Republikës të Kosovës për me i bo dëshmitar të mbrojtur ose edhe të pa mbrojtur kundër personave që janë të akuzuar. Pra është fjala për një bisedë telefonike mes Nazim Bllocës edhe kryeprokurorit Jack Smith, i cili siç dihet në opinion ma vonë u largun nga Tribunali i Hagës dhe shkoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atje filloj me u morë me hetimet kundër presidentit aktual, Donald Trump, i cili fol një hulumtimi edhe fol një raportit cilin e kam punu me disa bashkëpunëtor Amerikan. Realisht kemi të regu që Jack Smithi ka qenë një prokuror i korruptum, një prokuror i cili u ka dhonë pare, ka bo shantazhe ndaj dëshmitarve edhe në Amerikë edhe në Evropë. Kështu që Nazim Bllaca, për cilin opinioni ka pas mendu realisht që është dëshmitar në Hagë, del që ky njeri nuk është dëshmitar, nuk ka pranu që t'jetë dëshmitar, edhe më lejo veç të përmend pak disa dhëna që na morë me hulumtimin e krejt kësoj dramën mes Nazim Bllocës edhe kryeprokurorit Jack Smith. Në tetor të vitit 2017, Jack Smithi e ka thirrë Nazim Bllocën edhe ka tentu për ta bë dëshmitar të mbrojtur. Ka tentu me kthy kundër Hashim Thaqit dhe të tjerëve. E Nazim Bllaca ka refuzu, nuk ka pranu. Pastaj tentimi i dytë ka qenë me 24 janë, me 19 shkurt, 2019. Do më thonë mas 2 viteve, Jack Smith ja drejton një letër Nazim Bllocës, ku e lut prap që të bashkëpunoj, dhe Nazim Bllaca prap ka refuzu bashkëpunimin. Pastaj vjen tentimi tjetër me 24 janar, eksakt në bas një vitit, 2020-ës, ka një takim Jack Smithi në Hagë me Nazim Bllocën, e ka ftu në zyren e ti në Hagë, edhe prap i ban presion për bashkëpunim, edhe nuk pranon. Pastaj e kemi tentimin e fundit, që është biseda me 306, 2021, do më thonë biseda telefonike, cilën do e transmetojmë në fundin e këtij emisioni, është kur Jack Smithi i thot që procesi po shkon shumë mirë, procesi po shkon ndoshta drejt fundit, qysh në 2021 i thot që mund të ndodhë që procesi do të përfundon në këtë vit, e Nazim Bllaca prap refuzon të bashkëpunoj, a jemi në vitin 2026 edhe ky proces akoma nuk ka përfundu. Okej, çfarë roli ka Fajk Imiri në këtë situatë? Se përmende pak më herët. Po, Fajk Imiri është një person i cili ka luajtur rol kyç, rol vendimtar, zbashku me shërbimin sekret të Serbisë, me bien serbe, në parapërgatitjen e krejt në pjesët madhe të dëshmitarve kyç në Hagë, do më thonë ky i ka mësu, i ka parapërgatit çka me fol, çka me bon, dhe ky person pastaj këta dëshmitar i ka shantazhu, i ka incizu
dëshmitarët, edhe rasti konkret është bisedat e Halit Sahitit me Allan Tiger, që i kam publiku ma përpara. Po këto deshta Mondelida, i ki publiku këto biseda, është e vërtet? Po, edhe janë, do më thonë, edhe disa audio-incizime edhe video-incizime të cilat kanë dollë në opinion, e që një pjesë kanë mendu që ato i ka bon Halit Sahiti, po realisht krejt ato incizime i ka bon Fajki Miri. Shumë pysi, në fakt edhe janë kërështar me ditë se nga i siguron të këto përgjime? Shiko, nuk duhet arru që gazetarët realisht nës një vend normal të botës nuk merren me ato perceptimet e dëgjuzve, ose të shikuzve, ose të publikut, se ka i kena morë, qësh i kena morë, qësh i ka policia burimet e veta që i mbron, edhe ne gazetarët i mbrojmë burimet tona, por me rëndësi është kjo, që se ne e dhomë një, për shembull e publikojmë një përgjim, që se zyra e kryprokurorit në Hagë, në rastin konkret, gjykata speciale në Hagë, në rast se ata reagojnë, në rast se ata dalin edhe e demantojnë këtë bised, edhe bisedën mes Allan Tiger edhe Halit Sahitit, atëherë ne merremi me këtë punë. Na nuk merremi me njerëz të cilët quhen me sabah, do më thonë edhe hajnë atje një turkish kebab në Banhof, edhe quhet ai me sabah në kratë shmajt, edhe nuk i intereson me dëgju biseden, me analizu domethënien, nuk i intereson ajo që ne po themi, po intereson ka i kena morë, ka i kem pagu, kush po na pagun, kush po i ban këtu, pse bashkë qitash. Për shembull, kam po shumë pyetje drejtu mbram kur e kem paralajmëru, e pse nuk i kena publiku ma herët. Unë po tregoj që arsyeja e mos publikimit ma herët ka qenë kjo, se ne kena mendu që grupi punus i Hashim Thaqit, i Recep Selimit, Kadri Veselit edhe Jakub Krasniqit, do të na drejtoheshin ne si gazetar për të marrë ndihmë të këtyre dëshmive dhe për t'i bashkangjit në listën e dëshmive kundër prokurorisë në Hagë. Ata nuk janë interesu, nuk i kanë po këto të arsyeshme. E pse si pas te nuk i kanë po ata të arsyeshme këto përgjime? Sepse unë e kam thonë edhe prap po e thamë që linja të cilën e ka ndërtu mbrojtja, sidomos mbrojtja e Hashim Thaqit, është totalisht e gabushme, po për këte kemi hapësirë dhe kemi kohë me folë mas përfundimit të krejti procesi gjyqësor. Unë mendoj dhe jam 1.000.000% i bindur që vendimin ose mendimin ose bindjen e trupit gjykus do të ndryshonin 100% dëshmitarët një Amerikan i cili quhet Patrick Byrne, i cili është personalitet në Amerikë, është nga njerëzit më të afërm të Trumpit, e që ka qenë i gatshëm me dëshmu në favor të Hashim Thaqit dhe tjerve, e që është morë zbashku me mu me hulumtimin e krejt veprimtaris kriminale të Jack Smithit, personi i dytë i cili u dasht me u thirr gjithçysh si dëshmitar në gjykat ka qenë Halit Sahiti, dëshmitari i tretë, do me thonë, është dosh gjithçysh mu thirr Fajki Miri me u ballafaqu në gjykat me onën përball avokatëve mbrojtës edhe me pyet për skemat e tij, çysh i ka para përgadit dëshmitar, çysh i ka mësu e tjera, dhe sigurisht edhe ne grupi i gazetarëve hulumtu si na morë drejt për drejt me këto çështje. A preti ndonjë kundërpërgjigje në këtë rast prej Nazim Bllacës ose prej ish kryeprokurorit Jack Smith? Une me kënaqësi shumë të madhe në rastin konkret pres reagimin nga prokuroria edhe nga gjykata në Hagë. Në qoftë se ata do të reagojnë, une vetëm po të tregoj që ka
shumë incizime të tjera drejt për drejta që lidhen me Jack Smithin. Ne po e publikojmë... I posedon tashme, apo... Po, ne po e publikojmë vetëm një pjesë të këtyre. Okej, po. Tash për këtë shikus, do vazhdoni me ndjek pjesën e kësaj deklarate pra të këtyre përgjimeve. Nasi që ishim të bashku, falim drejt për te Milajm për këto informata. Shumë nasi. Okay, so I'm going to pass, is the client with you now? Yes, you are connected, so that's going to continue. Okay, so we're going to start now. Okay, përshëndetje, zoti Blata, unë jam përfisi. Përshëndetje për juve. Okay, so greetings to all of you. Mr. Blata, good morning. This is Jack Smith, the Specialist Prosecutor. I thank you for making time to speak with us today. Përshëndetje, zoti Blata, jam Jack Smith, prokurori specializuar dhe ju falenderojmë që morët hyrjen sot. I'm here today with investigators from my office as well as the interpreter to update you on the next steps in the process with our cases and to answer any questions you might have. Jam këtu bashkë me dy hetues të mi dhe me përkthyesin për të dhënë disa informacione të fundit lidhur me fillimin e çështjes. Po. As you may be aware from media reports, we now have 4 cases moving forward in court. Si që nga dini nga media, ne tani kemi 4 çështje që po i procetojmë në gjykatë. 2 of those cases are likely to begin trial in the next few months. Dy nga këto çështje mund të fillojnë gjyqin të ardhshëm. And the largest case involving the defendants Mr. Thacci, Mr. Salini, Mr. Vaselli, and Mr. Krasniqi is still proceeding forward. Çështja tjetër më e madhe, ajo kundër Thacit, Salinit, Veselit dhe Krasniqit, po përparon. We're hopeful trial in that case can begin by the end of the year, but it may be delayed depending on proceedings between now and then. Shpresojmë që gjyqi për këtë çështje të fillojë nga fundi i vitit, megjithatë mund të zgjatet edhe më shpejt.